se tani. Okej, jemi live. Atëre, unë jam Marcel Minga, ky kanali që po shihni tani është një kanal i ri, po dedikoj duhet edhe me Marcel Minga, ky kanali sekancë. Po shifsha edhe videon. Ky kanali që kam kriju tani është kanal dedikuar vetëm për videot që kam bërë gjatë këtyre 10-15 viteve të fundit që kam bërë video, por nuk kujtohet tani çfarë. Një sekond. Okej. Ky është një kanali me fjalë ku kam kariku gjithë videot ku flas shqip, këto 10-15 vite të fundit. Edhe po se kam bërë disa video që në 2014 ku kam filluar me fjalë me bot sa video shqip, po nuk kam pas shumë një fjalë përveç disave që ku mblidhsha ca fotografi të vjetra në kohën e komunizmit të Shqipërisë, ato kanë hes shumë, kanë kaluar milionin e vizitave, mos edhe më shumë se shifsha që njerëz i merrshin këto video dhe i karikoshin te kanalet e veta. Edhe pastaj kam bërë dhe analizat mia kështu të vogla, edhe nëse më fal këtu te ky kanal kam vënë gjithë këto videot e mia. Edhe tani kam fillu më fal me u afru çik më shumë situatës që është atje në Shqipëri. Edhe kam nderin sot më fal që të jem me Olcin, që po më dedikon kohën e tij, edhe e njofta kam pak kohë që kam njoftë Olcin, fal Vladimir Kosturit, edhe më pëlqen më fjalë mënyra unë me thënë drejtë jam çik ignorant Olci, edhe po afrohem sepse kam shumë mankance, si thuhet, mungesa nga historia e Shqipërisë. Por mi fjalë isha larguar çik gjonave sepse më ngjashin çdo gjë shumë koti, po tani kur fillon merr vesh edhe nga historia, më fjalë që pse gjonat pse janë ashtu tani, si janë tani, fillon edhe interesohesh çik edhe me ndihmën e çik tatën, çik të Vladimirit, i çik persona të tjera që mund të ndjek, po filloj të kem një ide se si është situacioni atje në Shqipëri edhe pse ndodhim shumica shqiptarëve jashtë nga Shqipëria, edhe në rastin tat për shembull ti tani në Malezi, për shembull çat ka çu ty, si të solli jeta ty atje, mos është sepse ke qenë sei stato forzato, me kuptimin che si thuhet Sì, sono forzato a andare a Malesia. I forzuar, okay, po. Marcel, po dosha me gjet italisht, po s'po gjesha. S'ka gjë, më mirë italisht, se kam që fillon që të kujtoj italishtën, se kam vite që nuk e praktikoj. Tani, puna është kështu që ne shqiptarët jemi viktima të rënjes komunizmit. Besoj që brezi yt, ashtu sigur edhe brezi im, ne u lindëm në kohën e komunizmit. Në cilin vit ke lindur ti? 70-ën? Vitet 70? 81. Ti ke lindur, domethënë, kur Enver Hoxha ka qenë akoma gjallë, se i vdiq në 85-ën, ke qenë 4 vjeç kur Enver i vdiq. Dhe si unë si ti ne jemi produkte të realizmit socialist. Ajo Shqipëria që u krijua nga Bashkimi Sovjetik, nga Kina, deri në vitet 80 paktën, kur unë u linda, ishte një vend i mirë. Ishte vend i mirë i cili krijoi një ekonomi, edhe pse ishte ekonomi e mbyllur, por shqiptarët ishin të pavarur në 45 vitet e komunizmit, u ndërtua identiteti modern shqiptar. Unë e kam emrin Olsi, edhe pse mbi emrin e kam
osmanisht, Yazexhi, ti e ke emrin Marcel, që besoj vjen nga frëngjishtja, dhe kush tezja ime nuk e di, ka pas qenë aty në Tiranë Marcel, se tezja e kishim nga Tirana, aty ka pas qenë një emër Marcel Kashen, si ka pas qenë një rrugë aty, nuk kujtohet. Emër francez. Domethënë si ju si unë jemi domethënë produktet atij procesit të modernizimit dhe shtetëndërtimit që ndodhi në Shqipërisë në nga vitet 45 deri në 91-shin. Po çfarë ndodhi është që me rënien e komunizmit, ashtu sikur ju që u larguat në Itali, një pjesë shumë e madhe e shqiptarëve u larguan. U larguan pse? Nga që amerikanët me agjentët e tyre, njerëz si Salih Berisha, Gramos Pashko, Genceruli, Azem Hajdari e të tjerë. Dhe Azemi edhe që u vrap, si mas të ka në komunë. Po, agjenti që në gjithësia i përzjodhe. Domethënë me këta u shkatrua baza ekonomike e Shqipërisë, u shkatrua shteti shqiptar dhe shqiptarët ngelën pa punë. Unë kam qenë ndoshta 16 vjeç kur janë thyer ambasadat, apo ndoshta 15 vjeç, dhe kam hyrë në ambasadën gjermane atëherë, por dola nga që isha ende shumë i vogël, po kam patur kushërit mi që hyn në ambasadën gjermane dhe përfunduan në Gjermani. Kam patur pastaj kushërit mi që larguan drejt Greqisë, drejt Italisë. Dhe nga viti 1991 e deri më sot, shqiptarët vetëm largohen. Pra, kemi mbi 35 vite, kemi më shumë se një çerek shekulli, që shqiptarët vetëm largohen. Ndërsa ti je në Itali, unë jam në Malajzi. Përpara se të shkoja në Malajzi, unë kam qenë në Greqi, më pas kam qenë në Malajzi kur isha i ri, erdha bëra universitetin këtu. Më pas kam jetuar në Itali për 4 vite në Firenze, ku kam bërë edhe doktoratën. Dhe pasi u ktheva në Shqipëri nga Italia, nga që unë jam besimtar i Allahut, unë jam musliman, dhe muslimanët persekutohen në Shqipëri, e që nuk munda që të gjeja punë në universitet, u detyrova që u largova në Kanada. Por edhe në Kanada jeta është shumë e vështirë, është një kapitalizëm shumë i egër. Kanadaja është një shtet kolonial, edhe sot e kësaj dite. Britanikët e ndërtuan Kanadan, që Kanadaja të furnizonte perandorim britanike me grur, me kafsh edhe me njerëz. Dhe domethënë Kanadaja është vend ku emigrantët kërkohen që të bëjnë atë që quhet në anglisht hard labor, apo të bëjnë punë të rënda. Edhe nga që nëse nuk je homoseksual apo nuk je çifut, e ke shumë të vështirë që të gjesh punën që ti do dhe të integrohesh sikur ti do në sistemin kanadez. Për këto u ktheva në Shqipëri, kam dhënë mësim në Universitetin e Elbasanit dhe të Durrësit, por part-time, nga që të zësh punë full-time, duhet të jesh ose dashnor i ndonjë ministri apo deputeti ose kushëri i tij, ose antar i grupeve të mafjas që kontrollojnë vendin. Edhe si pasojë e intervistave dhe mendimeve të mia për historinë, në vitin 2019 më larguan nga Universiteti i Durrësit me urdhër të Ramës direkte. Edhe ministre së arsimit në ato kohë Lindita Nikolla. Dhe nga që ngela pa punë, kisha 2 opsione, ose të bëja muratorin apo bojaxhiun në Shqipëri, ose të bëja atë që bëjnë emigrantët në Evropën perëndimore, që bëjnë atë që quhet manual labor apo
punë krahu, ose të vazhdoja me karrierën time. Dhe për këtë arsye jam në Malajzi, ku tani jap historinë e perandorisë osmane, të Palestinës, të Rusisë, historinë e botës moderne arabe. Dhe jam këtu prej 5 vitesh dhe jetoj në Malajzi, në afër Kuala Lumpurit. Atëherë nuk është se ka shumë ndryshim në kohën e komunizmit, për shembull, ato njerëzit që ishin skomodi, që nuk i pëlqeshin sistemit, u largoshin nëpër gulag, nëpër prigjoni, si thuhet, në burgje. Nëpër burgje. Unë jam e fat që nuk më kam futur në burg, sepse normalisht unë këto momente duhet isha në burg, nga që mua më urren shumë kryeministri Rama, policia e antiterrorit, ambasada izraelite. Në vitin 2018 unë vizitova bregun perëndimor dhe Izraelin dhe shkrova një libër për apartheidin izraelit. Ky libër e tërboi si regjimin e Ramës, ashtu edhe ambasadën izraelite, ja që në këtë libër unë tregoja se çfarë bëhej në Palestinë. Dhe në vitin 2020, kur kryeministri Rama ishte duke vrarë me uri një hoxh që është në burg, që ka emrin Genci Balla, nuk e lejonte hoxhën që të merrte ushqime halal që i marrin myslimanët. Unë bora një peticion, ky peticion mori, nuk e mbaj mend, ndoshta një 3600-6000 firma, dhe ku i apeloja kryeministrit që t'i jepte fund torturës në burgje kundër besimtarëve mysliman. Dhe kur e bëra këtë peticion, mua erdhi dhe më arrestoi policia antiterrorit, vetëm se bëra një peticion, por dhe më hapën proces gjyqësor, i cili ka vazhduar deri në vitin 2022, nëse nuk jam gabim, apo 23-shin, ku policia antiterrorit, si mua, si miku tim Gjergji Thanasit, si Vladimir Kosturit, që ju e keni intervistuar këtu, edhe shumë miqve të tjerë, ta vuri në përgjim, ja që kishte marrë urdhër nga regjimi që të gjenin ndonjë arsye që të më burgosnin mua. Pra, domethënë, në Shqipëri, edhe pse pretendohet që ka rënë diktatura, po, është e vërtet që ra diktatura e këtij që shikoni këtu mbrapa, Enver Hoxhës, nëse e njeh librin e tij Shënimet për lindjen e mesme, tranzicioni që ndodhi më mbrapa, solli në pushtet djemt e pushtetarëve. Domethënë, Edi Rama, që sot është kryeministër, është djali i Kristaq Ramës, që ka qenë zëvendës kryetari i Frontit Demokratik. Domethënë, Fronti Demokratik ishte, si themun, sikur është parlamenti sot në Shqipëri. Dhe dua të them që pushteti është trashëguar, kanë ndryshuar vetëm sloganet, në qoftë në kohën e komunizmit armiqt ishin perëndimi, kapitalizmi etj. Sot armiku i ri është Islami, Rusia, Irani, këto vendet e botës që nuk pranojnë që ti nënshtrohen globalizmit judeo-amerikan. Për këto që shumë ide e fortë kjo 11 septembre, 11 shtatorit, sepse me atë fal asaj pasaj kanë atë, si më thanë, karta bianca me bo atë që duan, me thanë që ti e kundra, je i rrezikshëm, me ta mbyll gojen, Përpara se të lidheshim në këtë bisedë bashk, jam duke punuar në një shkrim që do ta botoj, shkrim akademik, ku analizoj filozofinë e imperializmit amerikan, që nga rënja e Bashkimit Sovjetik në vitin 1991 e deri më sot, ku ndër të tjera merrem edhe me 11 shtatorin. Çfarë ndodhi botës është që me rënjen e komunizmit, Amerikën e kapi nën kontroll lobi Qifut,
ku Lobit Çifut me dy persona shumë të rëndësishëm. Njëri është Benzion Milejkovski, që ka qenë babai i kryeministrit sotëm të Izraelit Benjamin Netanyahu, dhe i dytë Benjamin Netanyahu, me një institut që quhet Instituti i Jeruzalemit, nisën atë që njihet The New American Century, apo projekti për shekullin e ri amerikan. Dhe çfarë ndodhi është që agjentura izraelite arriti që të rekrutoj politikan amerikan, duke filluar me George Bush plakun, dhe sa pora komunizmi, Amerika nga lufta kundër komunizmit që bënte, pasojë të cilit viktimat cilit jam edhe unë edhe ti. Arsye pse ti je në Itali, unë jam në Malajzi, është amerikanët na shkatruan vendin edhe në vitin 91. Dhe pasi shkatruan komunizmin, armiku i Amerikës dhe zionizmit botror do të shndërrohet nga komunizmi për te islamizmi. Dhe çfarë kemi? Kemi që, pardon se po frynë erë dhe më mori era këtë perdon. Dhe çfarë kemi? Kemi një projekt të ri dhe armiqësi të re që amerikanët do të nisin nëpër botë, ku armiku do të jetë Islami. Dhe kjo armiqësi do të nisë me atë që do njihet si lufta e parë e gjirit persik, kur amerikanët do të sulmojnë Irakun e Saddam Husseinit dhe do ta mundin me luftën e parë të gjirit, pasi Saddami do të pushtojë Kuvajtin, dhe në 11 shtator të vitit 1991, pra 10 vite përpara 11 kullave binjake, do kemi president George Bush plakun, i cili do dali para Kongresit Amerikan dhe do shpalli krijimin e një rendi të ri botror. Dhe ky rendi i ri botror që do krijohet nga amerikanët do të jetë rendi i ri botror i cili nuk do ketë më armik komunizmin, por do të ketë armik islamizmin. Do më thënë arabët, muslimanët. Pse do bëhen arabët dhe muslimanët armiq? Nga që sikur do të deklaroj edhe Benjamin Netanyahu në librin që ai do shkruaj në vitin 1993, Fighting Terrorism, apo lufta kundër terrorizmit, për izraelitët armiku i ri është Islami, dhe janë të gjitha ato vende që mbështesin Palestinën. Dhe për këtë arsye, Izraeli do të përdori shtetin amerikan që të nisi një seri luftrash, dhe këto luftra do të kenë një zhvillim shumë kritik me sulmet që u bën ndaj kullave binjake në 11 shtator të vitit 2001, pra 10 vite pasi Bush plaku njoftoi krijimin e rendit të ri botror, dhe sulmet ndaj kullave binjake do të përdoren si një justifikim për të lëshuar atë që do të njihet si the global war on terrorism, apo lufta globale kundër terrorizmit. Dhe kjo luftë globale kundër terrorizmit do të çojë në një seri luftrash. Luftra që nga pushtimi i Afganistanit, i Irakut, i Libis, i Siris, shkatrimi i Sudanit, i Somalis, vrasja e Muammar Gaddafit, që do bëhet një nga vrasjet, një moment se vendosi këtë dritare që konfrysh, domethënë vrasja e Muammar Gaddafit, që do të jetë nga vrasjet më spektakolare që do të bëjnë NATO dhe Amerika, dhe do të vazhdoj deri me atë që ne kemi tani luftën kundër Iranit. Dhe sikur deklaron edhe generali Wesley Clark, personi që drejtonte NATO-n në bombardimet e Jugosllavisë, pas 11 shtatorit, regjimi amerikan do të ndërtoj atë projektin e tij botror për nisjen e luftrave kundër popujve musliman, që kishin si qëllim shkatrimin e të gjitha shteteve muslimane, në mënyrë që Izraeli të bëhet hegemoni i lindjes mesme, ti zhduki muslimanët dhe islamin,
dhe të krijoj atë që njihet si Eretz Izrael apo Izraelin biblik, i cili parashikohet që do shtrihet nga Iraku e deri në Egjipt. Arsyeja pse ju kur shkoni te centrale di Roma, centrale di Milano, sot e kësaj dite shikoni me mira arab që kanë pushtuar qytetet e Italisë por edhe të Evropës, ka të bëjë me këtë luftë që nisi që në vitin 1991. Përpara vitit 1991, sirianët, irakenët nuk vinin në këto vendet e Evropës perëndimore, nga që kishin vendet e tyre, kishin shtëpitë e tyre, kishin ekonomitë e tyre, ishin mirë. Por çfarë ndodhi është këto lufrat globale që do të nisi Amerika me Izraelin do të shkatrojnë botën e Islamit dhe do t'i kthejnë edhe irakenët, sirianët, egjiptianët, ashtu sikur u kthyem ne shqiptarët kur ra komunizmi, që u detyruam që të largohemi nga vendet tona dhe të kërkojmë strehim nëpër botë. Kështu që destabilizojnë edhe pastaj vejnë ato pupacot e vet nëpër këto shtete dhe ngel virusi hapet. Ajo është, domethënë destabilizim, pushtim, kontroll nëpërmjet atyre që i quajtet pupaco apo që ne i quajmë kukulla. Domethënë njerëz që nga Edi Rama te Ahmed Al-Shara i Sirisë sot, Mahmud Abbasi deri kur ata kishin nevojë për atë në autoritetin palestinez, dhe shumë nga këta sundimtarët që i shohim sot në botën arabe janë thjesht kukulla. Dhe këto kukulla i shërbejnë padronëve të tyre imperial dhe këta i shesin padronëve të tyre imperial të gjitha pasuritë e vendeve. Ajo që po ndodh në Shqipëri në këto dekadet e fundit, Shqipëria është vend shumë i pasur, ne kemi shumë naftë. Me naftën që Shqipëria ka, Shqipëria duhet ishte një Kuvajt, por çfarë i kanë bërë regjimet që nga regjimi Fatos Nanos deri te Edi Ramos, naftën e Shqipërisë ata ja kanë dhënë zionistëve. Nafta e Shqipërisë nxirret nga kjo kompania mafioze e Bankers Petroleum, nafta jonë dërgohet në Izrael, e përpunon Izraeli dhe e përdor, ndërsa ne në Shqipëri detyrohemi që të blejmë naftë nga Rusia, nga Arabia Saudite, nga do që vjen nafta, dhe ta paguajmë naftën sa frëngu pulën. Shqipëria në kohën e komunizmit ishte vend i pavarur për punën e naftës. Biles, kur unë kam qenë i vogël nëpër rrugët e Tiranës, shkruaj një slogan që shkruante nafta çan bllokadën. Çfarë do thotë kjo? Për regjimin e Enver Hoxhës, ai e kuptoi që nafta ishte energjia që mbante në këmbë ekonominë e Shqipërisë asaj kohe. Dhe Shqipëria ishte e pavarur nga që kishte naftën e saj. Por sot Shqipëria nuk ka naftën e saj, nga që burimet e saj janë marrë. Dhe sidomos me këtë regjimin Quisling të Edi Ramës, që zionistët kanë instaluar në pushtet, ky po jep izraelitëve çdo gjë, që nga kibernetika e Shqipërisë, siguria, Ministria e Mbrojtjes, shëndetësia, spitalet, dhe këta bankierët zionistë që kontrollojnë Evropën dhe Amerikën, që kur e kanë sjellën në pushtet, e kanë sjell me një qëllim. Qëllimi i tij është që të varfëroj sa më shumë shtetin shqiptar, nëse ata që ndjekin lajmet nga Shqipëria në këto ditë të fundit, regjimi Ramos ka ardhur me propozimin që do të mbylli këto bashkitë që janë në përqytete, që nga Poliçani, Memalia, Fusharzi e tjerë. Arsyeja pse Rama i mbyll këto është se regjimi i tij ka si projekt shkatrimin e shtetit, të ketë sa më pak administratë shtetërore. Pjesë e kësaj
është edhe krijimi i portalit i Albania, dhe kjo ka nisur faktikisht në kohën e regjimit të Sali Berishës, kur nën udhëheqjen e FMN-s nisi shkatrimi i shtetit shqiptar, u shkatruan uzinat, fabrikat, kombinatet, dhe sot Shqipëria është kthyer pak a shumë sikur the Dominican Republic, Republika Dominikane, apo Haiti, apo ishuj të Solomon që janë në Pacifik, apo sikur Fiji, ku domethënë Shqipëria është kthyer vetëm në një destinacion turizmi, ku vinë turistët e Evropës gjatë verës, ku bëhen, sikur do e thoshte Berlusconi, do bëhen bronzati, nga që nuk kanë diell në Gjermani edhe në Norvegji e tjerë, do kryejnë prostitucion me vajzat e varfëra shqiptare, do hanë edhe do pinë, edhe do largohen. Ne do i lajmë bythën, do i lajmë. Ne do t'i lajmë çdo gjë, do t'u shërbejmë, do t'i ushqejmë, ata do kryejnë ato mbeturinat e tyre dhe do ikin. Domethënë, Shqipëria është kthyer pak a shumë në një republik bananesh, për ata që dinë historinë e Guatemalës, se si imperializmi amerikan dhe kompania United Fruits e ktheu Guatemalën në një republik bananesh, ku gjithë qëllimi i republikës ishte të prodhonte banane për tregun amerikan. Në rastin e Shqipërisë, Shqipëria është një republik bananesh, por në rastin tonë, Shqipëria shërben si një nevojtore dhe si një vend për të bërë pushimet pasanikët që vijnë nga Evropa, por përveç kësaj, zhvillimi më i frikshëm që po ndodh, sidomos që nga pandemia, që nga viti 2020, Edi Rama, regjimi Ramës në mënyrë progresive po i shet të gjitha asetet e vendit mafjes izraelite. Domethënë, izraelitët po blejnë toka, po blejnë prona, po blejnë banesa, po marrin nën kontroll turizmin dhe edhe atë pak ekonomi që ka Shqipëria, po e marrin këta kolonët Ukrainas, Polak, Rus dhe Bielorus që janë me pasaporta izraelite. Dhe ne shqiptarët po vazhdojmë që të humbim edhe atë coptok që kishim. Se, domethënë çfarë ka ndodhur që nga viti 1991 deri tani është që ndërsa shumë shqiptarë si puna jote dhe imja u detyruam që të largohemi jashtë vendit, sërish ne kishim një shtëpi në Shqipëri dhe e dinim që një ditë kur unë do plakem, do dal në pension, do shkoj në fshatin tim, në qytetin tim, në katundin tim, ku kam rënjë, ku kam lindur, ku kam të parët e mi, por tani edhe kjo gjë nuk po na lejohet më. Shqipëria po kthehet sikur bregu perëndimor, ku po vinë kolonët Ukrainas edhe Polak me pasaporta izraelite, po blejnë shatra, po blejnë prona, po blejnë sektorët kyç të ekonomisë së vendit, dhe nëse ne do ikim aty, të duhet që të përfundojmë sikur Bangladeshasit dhe indianët që janë shërbëtorë të këtyre oligarkëve që kontrollojnë ekonominë. Po. Unë për shembull kam edhe tokë, di për shembull që në Vlorë, nga origjina babës, kam dhe tokë atje dhe po hajt merr atë tokën. Kush të lën me kush ta jep thjesht. Zakonisht e marrin ato më të fuqishmit edhe sado që ti mund të kesh. Pastaj edhe si mos kishe tokë që tu e llogariti çik kështu me racionalitet. Ne jemi shqiptarët, kjo është toka jonë. Pse s'duhet kemi të gjithë të drejtë, me fjalë kemi atë porcionin ton që cispetta, me fjalë që na takon. Pse me fjalë akseptojmë një sistem që i favorizon ato që kanë lekun, mund të blej resurse, edhe ti që ke lind aty për shembull, je kostretto, si thuhet, i dëbuar. Je i dëbuar nga vendi jot. Edhe gjëja absurde është që si njerëzit shqiptarë në këtë rast e akseptojnë si normale këtë gjë. Është bërë sigurisht normale që të vujnë, të bëjnë shërbëtorë të botës
tu lanë vendin e vet, edhe vendi vet tani është në dorë pasanikëve, sepse më qel kjo është ajo që të vjen i natë, që me kalimin e kohës është bërë sigurisht gjë natyrale kjo që ai që ka më shumë lekë, në fjalë, të marrë gjon tate. Comunque, thojnë to kohë të fundit kam ndjekë çica video të atit profesorit kinez që është bërë çik famoz në YouTube, edhe profesor Yang. Edhe ai thotë që gati të gjithë imperot, gjithë në fjalë perandorit kanë një lindje, kanë dhe një vdekje. Sipas ti, ky është momenti i imperit izraelian që sipas atij do rritet, do përllaj edhe imperin perandin amerikane, edhe do na kontrollojë, në fjalë, me teknologjinë që kanë, në fjalë nga Izraeli do kontrollojnë gjithë botën me AI, me gjithë to teknologjinë që kanë, edhe do na kthejnë, në fjalë, në një burg si tipi Kinës, po akoma më keq, në fjalë. Këto thot ai. Ai thot, në fjalë, që gjithë to perandorit kanë edhe një fund, po për mendimin tim, nëse njerëzit nuk vënë dakord në këto perandorit bëjnë si shape shifting, magari ngjan sikur zhduket njëna, po lind prap tjetra, kështu që o njerëzit emancipohen dhe kuptojnë, në fjalë, që nuk është e drejtë kjo tip jete që bëjmë tani, edhe që t'i zhdukim këto perandori kaq gjak prurse, gjak si thuhet, gjak thirsty. Gjak thillse. Edhe kjo Dgjoj, përpara se dalte puna e profesor Zhiangut, është diçka që çfarë po ndodh me Shqipërinë, se dua që ta përmend edhe për ata që na shohin, është që do t'i përmend historinë e Guatemalës, ku në vitin 1950 presidenti i Guatemalës, Jacobo Arbenz Guzman, kërkonte që, donte që t'i merrte një kompani amerikane, e cila kishte marrë gjithë vendin, që ishte United Fruit Company, donte që t'i merrte asaj tokën, sepse kjo kompani amerikane posedonte 85% të tokës së Guatemalës. Domethënë Guatemala ishte kthyer pak a shumë sikur Shqipëria, ishte një republikë bananesh, një kompani private amerikane kishte marrë gjithë republikën. Dhe kur ky presidenti Guzman solli një ligj për reformën agrare që kërkonte të merrte një pjesë të tokës dhe t'ja shpërndante popullsisë, amerikanët e rrëzuan dhe e vranë. Domethënë, e njëjta gjë që i ka ndodhur Guatemalës, sot po i ndodh Shqipërisë. Po kemi këtë mafjen izraelite, e cila po rrëmben burimet natyrore të Shqipërisë, dhe Shqipëria është kthyer pak a shumë në një republikë bananesh. Tani, nëse vim tek ajo që ju përmendët për profesor Zhiangun, është në eskatologjinë islame apo profecinë islame, në hadithet e profetit Muhammed. Profeti Muhammed ka parashikuar 1400 vite më herët që përpara fundit të kohës, Ya'juj wa Ma'juj apo Gog wa Magog, sigur është në Bibël, po në Kur'an është Ya'juj wa Ma'juj. Në arabisht Ya'juj do thot oçifut, do më thënë se këta që ne njohim si gjusot në Perëndim, nuk janë ata izraelitët biblik, janë popull tjetër. Këta janë slav dhe turq të judaizuar, dhe nuk janë ata hebrej që janë në Bibël. Dhe në eskatologjinë islame është parashikuar që përpara fundit të kohës, Ya'juji dhe Ma'juji do të mblidhen në Palestinë, dhe nga Palestina nëpërmjet një qenie
që në hadithet e profetit Muhammed përshkruhet si dëxhalli apo mashtruesi, kjo qenie parashikon profeti Muhammed që do ketë vetëm një sy dhe sipas shumë mendimtarëve një syri është kamera që kemi sot, telefoni. Kjo do të krijojë një bish të cilën ne sot e quajmë inteligjenca artificiale, dhe nëpërmjet këtij megatruri që profeti i quan Dajjal apo mashtruesi, këta Yexhuxhi dhe Maxhuxhi apo më saktë që i njohim ne sot si izraelitët, do të marrin një pushtet global. Ata do të kontrollojnë gjithë botën. Dhe nëse shohim historinë e ngritjes së qifuturë, ajo ngritja e tyre fillon në vitin 1897 me konferencën e Bazelit, kur The World Jewish Congress apo Kongresi Botëror i Qifutit me Theodor Herzlin vendosin planet e tyre për të krijuar shtetin e Izraelit. Në ato kohë fuqitë e Evropës i refuzuan qifutët, nga që ata ishin kot, ishin popull pa shtet. Por çfarë ndodhi është që ky grupi i bankierëve qifut do të financojnë luftën e parë botërore, ku me fundin e luftës së parë botërore Britania me Francën dhe Amerikën që do ta fitojnë luftën, do të shkatërrojnë perandorinë austro-hungareze, osmane dhe ruse. Dhe që nga lufta e parë botërore do kemi perandorinë britanike, që unë e quaj perandori anglo-zioniste, nga që ishin anglezët me bankierët zionistë qifut që do e sundojnë botën, ku në atë kohë perandoria anglo-zioniste do të sundojnë mbi atë që do të njihet si 7 detrat. Domethënë anglezët do sundonin që nga Oqeani Pacifik që shikon këtu mbrapa, nga Oqeani Indian në Oqeanin Atlantik, gjithë detet e botës. Por kjo perandoria britanike do të zgjasë deri në fundin e luftës së dytë botërore, edhe me mbarimin e luftës së dytë botërore dhe me fitimin e Rusisë apo Bashkimit Sovjetik kundër nazizmit, ne do kemi një perandori tjetër që do të çohet. Ajo do të jetë perandoria amerikane, e cila ka vazhduar që të jetë perandoria që dominon botën vetë deri në vitin 2026. Pra, në vitin 1918 britanikët mundin osmanët, fitojnë luftën e parë botërore dhe bëhen perandoria që sundon globin. Me rënien me mbarimin e luftës dytë botërore, do kemi perandorinë britanike e cila do dobësohet dhe do kemi amerikanët. Dhe poundi britanik dhe ekonomia britanike do shkatërrohet në mënyrë masive pas vitit 1956, kur egjiptianët me Gamal Abdul Nasserin do marrin nën kontroll kanalin e Suezit, dhe me tërheqjen e perandorisë britanike do kemi një perandori tjetër që është perandoria amerikane që do sundoj botën. Po duhet dim që perandorinë britanike që e bën fuqishëm e bën bankierët qifut. Ata ishin që financuan Britaninë, ata që ishin që mundsuan fitoren e Britanisë në luftën e parë botërore. Tani pas luftës dytë botërore, këta bankierët e Londrës do t'i transferojnë kapitalet e tyre në New York, dhe do kemi këtë perandorinë amerikane që do të sundoj globin. Tani të dalim te teoria e profesorit Jiang, është që në eskatologjinë islame besohet që perandorisë amerikane do t'i vi fundi. Këtë e kanë edhe shumë rabin qifut në për ato leksionet e tyre, ata i quajnë Amerikën Edomi, dhe ata parashohin një ditë shkatrimin e Amerikës, dhe shohin që ky shteti i madh i Izraelit që ata do të bëjnë, Eretz Izrael, i cili do të shtrihet nga Egjipti dhe deri në Irak, do të jetë shteti që do të sundoj globin. Pra, ata parashohin që të
domethënë këtë periudhën e Pax Britannicës që u pasua nga Pax Americana, do ta zëvendësojnë me atë që do njihet si Pax Judaica. Domethënë do të jenë judejt që do të sundojnë botën. Dhe po të shikosh për shembull të gjitha këto teknologjitë që ne kemi sot, që nga laptopi deri te telefoni, nga inteligjenca artificiale dhe çdo gjë, janë kompani izraelite. Nga Google te Microsoft e tjera. Përpara disa muajsh, një grup senatorësh amerikan ishin në Izrael, takuan Benjamin Netanyahu. Dhe Netanyahu tha atyre, a keni telefon me ju? Tha, po kemi. I tha, atëherë ju keni një pjesë të Izraelit me ju. Dhe, domethënë, njerëzit kur profesor Zhiangu parashohin që ne do kemi rënje të shpejtë Amerikës, dhe për mua Amerika është duke rënë, sidomos me këtë luftën që bëri kundër Iranit, që nisi me nxitjet e Izraelit, datën 28 shkurt, ku amerikanët vranë udhëheqësin e Iranit, Ali Khamenein. Ne çapo shohim është që amerikanët u mundën nga Irani. Domethënë, perandoria amerikane është një perandori që nuk ka njohur mundje që nga lufta e dytë botërore, kur ata u përplasën me Gjermaninë dhe e mundën. Dhe kjo është hera e parë në historinë e perandorisë amerikane që amerikanët nuk po arrin që ta mundin dot një kundërshtar, që në këtë rast është Irani, ku Irani, i cili përpara kësaj lufte ishte një vend nën sanksione, embargo dhe izoluar, në këtë momenti që ne flasim, Irani kontrollon 2 dete, kontrollon Gjirin Persik dhe kontrollon pak a shumë edhe detin e Kuq. Dhe kjo është duke i shkaktuar dëme kolosale perandorisë amerikane. Aleatët e Amerikës që nga Arabia Saudite, Kuvaiti, Emiratet Arabe, Japonia janë duke u shkatruar ekonomikisht, nga që vendet zioniste arabe nuk po shesin naftë, ndërsa vende sikur Japonia nuk po blejnë dot naftë, dhe amerikanët janë duke shpenzuar miliarda dollar duke i dhënë ndihma ekonomive të këtyre vendeve që të rregullojnë atë monedhën e tyre. Por në anën tjetër kemi problem shumë të madh brenda ekonomisë amerikane, nga që sigur kam shpjeguar në për video tjera që kam bërë në të kaluarën, ekonomia amerikane është një kazino. Domethënë, Amerika nuk është Kina që prodhon sende që ne nevojiten. Nuk është India që prodhon oriz, nuk është Arabia Saudite që ka naftë. Pasuria Amerikës vjen nga ajo që njihet petrodollari, që prej luftës së parë botërore, kur britanikët e morën Kuvajtin, Irakun, vendet e Gjirit, që morën gjyshërve tan Osman, nafta e Islamit kontrollohej nga britanikët, dhe pas luftës dytë botërore u kontrolluan nga amerikanët. Dhe amerikanët i kanë imponuar gjitha vendeve arabe që kur ato të shesin naftën duhet ta shesin me dollar. Si fiton Amerika nga shitja e naftës me dollar? Amerika fiton duke i shitur botës copa letrash. Çfarë do thotë kjo? Po unë jam Shqipëria, ti Arabia Saudite, unë dua të blej një fuçi naftë. Një fuçi naftë bën $100. Po unë si Shqipëri nuk kam $100. Çfarë do bëj? Unë do shkoj te amerikanët. Dhe do i them amerikanëve, më jepni $100. Çfarë është $100? Është një copë letër që amerikanët e printojnë me printer, që kosto e tij mund të jetë 1 cent. Unë si Shqipëri, kur shkoj te amerikani që ti blej $100, amerikani fiton $100, sepse printon një copë letër dhe ma jep mua. Atë copën e letrës unë duhet t'i paguaj amerikanit një produkt që është i vlefshëm për $100. Duhet t'i jap një dele që bën $100. Amerikanët do e marrin delen time falas dhe do ta hanë. Me këtë $100 që unë do vi tek ty, që e Arabia Saudite, do blej një fuçi naftë. Por në momentin që unë do bëj blerjen e fuqisë naftës, unë nuk do ta blej ty naftën. Lekët $100 shim do depozitohen në llogarinë
e Saudi Aramcos, e kompanisë shtetërore saudite të naftës, që janë në New York, në Federal Reserve. Pra në $100 që unë do t'ja marr Amerikës, duke i dhënë një dele, tani nuk do të vi ty si Arabi Saudite, po do të depozitohen në bankën amerikane, në Federal Reserve. Pra Amerikanët nga 0 lek që kishin, vetëm nga transaksioni i blerjes së naftës që unë si Shqipëri bëj me Arabinë Saudite, fitojnë $180. Se nga ky $100 që do bëj fuqia e naftës, $20 do i marrësh ti si Arabi Saudite, do blesh aeroplan, do blesh ushqim për beduinët e tu etj, por $80 tjerë do ngelin në bankën e qifutëve amerikanë. Dhe kështu është si ekonomia amerikane është superfuqia e botës, nga që amerikanët duke mos bërë asgjë, por vetëm duke i imponuar arabëve që ta shesin naftën me dollar, e kanë lidhur të gjithë botën që çdo transakcion që neve bëjmë, lekët tona shkojnë te amerikanët. Por çka ka bërë Irani me këtë luftën që është 6 mujore tani pothuajse, ka mbyllur kanalin e Hormuzit. Duke mbyllur ngushticën e Hormuzit, Irani nuk po lejon naftën arabe që të shitet. Por ekonomia amerikane është një skem piramidale. Amerikanët, domethënë para ca muesh, borxhi i tyre ishte një $38 trilion, nuk e di sa ka shkuar tani. Dhe shpenzimet kolosale që ata bëjnë, i bëjnë duke marrë dollar nga gjithë bota, që hynë nëpër bankat e tyre, dhe me këtë dollar financohet ekonomia amerikane, paguhen njerëzit, blihen ushqime dhe financohet industria e luftës. Por çfarë po ndodh në këto momente është Irani duke bllokuar shitjen e naftës, nuk po ka më likuiditet apo nuk po ka më atë rrjedhshmërinë e parave që amerikanët kishin më herët. Amerikanët nuk po fitojnë me lek si po fitonin më herët. Dhe ne e dim historinë, domethënë që nga Libia e Gaddafit deri te Venezuela e Maduros, amerikanët kanë shkatruar çdo republikë që nuk pranonte të shiste naftën me dollar. Maduro u mor peng, u grabit Venezuela, ju foll nafta pse Maduro e shiste naftën me yuan ndaj Kinës, dhe Gaddafi u vra nga që e shiste naftën me euro dhe me monedha të tjera. Dhe por çfarë po ndodh në këto momente? Kjo lufta e gjirit me Iranin duket si një moment decisiv i cili mund sjellë rënien e perandorisë amerikane. Dhe rënja e perandorisë amerikane do të sjellë këtë kapitalin e çifutrisë që e mban Amerikën në këmbë, që do të tërhiqet dhe shumë persona besojnë që Izraeli do të bëjë atë që njihet si Eretz Izrael apo Izraeli i Madh, ku këto vendet arabe do kthehen pak a shumë në koloni izraelite, sikur janë Emiratet e Bashkuara Arabe, Dubai. Dhe të gjitha këto do t'i shërbejnë sistemit banker të çifutrisë botërore. Po, simas teje, që kur një gjën gjithë këtë sistem që kur ato e kanë shkruajtur edhe për shembull te Bibla që ça plani kanë etj, për shembull edhe kjo plani që duan bën Izraelin e madh e kanë shkruar edhe te Bibla më duket, që shkon nga Nilo deri te Eufrat. Si. Më fjalë, ku i shef, më fjalë, ne si njerëz singularmente, unë kam një 20 vjet më fjalë që merrem me YouTube edhe sepse shumë njerëz për shembull edhe i kanë kuptuar këto gjëra. Aty je? Po, këtu jam. Po, më dëgjon? Po, shoh. Jo, këtu jam. A më shikon? Më dëgjon? Atëherë, se hike, nuk e din që se ishe problemi im i linjës time. Ti më shef tani? Po, të shoh edhe dëgjoj. Jemi në rregull. Okej, sepse hike për një moment edhe fotoja jote është bllokuar, po zërin ta dëgjoj. Ndoshta mbyll edhe hape kamerën tënde për një moment, që të vi kamera. Shoh nëse e bllokoj. Okej. Tani audio më
Audio është okay, por fotoja jote është bllokuar, po s'ka problem, vazhdo flet, jemi në rregull. Okej. E rëndësishme është që audio po vjen. Ja, dosha me të thanë, mi fjell, qa më fjell, ne jemi si spektator këtu që shohim gjithë këtë spektakël, që këto ky skript që këto po ndjekin, që e kanë shkruar te Bibla për shembull, edhe si më thanë, qa punë kemi ne këtu, me kuptimin që është e vërtet që diçka bëhet, tu bë këto video, tu tregu të vërtetën, por problemi është që shumica njerëzve nuk kanë fuqinë, për shembull, dhe kanë atë presione sociale me bë atë që i thot ai më i fuqishmi, edhe kështu që më fjalë është e vështirë që ne si mas njerëz, për shembull, të modifikojmë skriptin që kanë këto. Ose kush e di jam unë pesimist, edhe në fakt ne po bëjmë diçka me këto me këtë ekspozicione që po bëjmë, me tu tregu këto gjëra, sipas teje? Tani njerëzit në përgjithësi janë të pafuqishëm, domethënë njerëz si punë, tani të erdhi edhe pamja, është në rregull edhe. Tani njerëzit në përgjithësi janë të pafuqishëm që të ndryshojnë sistemet. Për shembull, ne shqiptarët vuajtëm për 45 vite në diktaturën e komunizmit, kishte shumë veta, donin ta rrëzonin regjimin, nuk e rrëzonin dot. Nga që do duhej atë që francezët quajnë force majeure, një fuqi majore, një fuqi e madhe që të ndryshojë regjimet. Dhe si rrjedhoi njerëz si puna jotja dhe imja, ne jemi thjesht spektator. Pse? Nga që it's about money, është për punë lekësh. Për shembull, unë kur kam jetuar në Itali, në Firenze, kam parë për shembull sulmin që bëhej kundër kishës katolike. Vatikani është një nga institucionet më të vjetër të Evropës, është fondacioni apo themeli i Evropës perëndimore, katolike, etj. Dhe kam vënë re për shembull se si Vatikani me gjithë fuqinë e madhe që ka, me kishat, me besimtarët, me pronat, me bizneset që ka, se si sulmohen nga lobi që fut, dhe si është izoluar dhe detyruar që të tërhiqet. Vatikani ka humbur Italinë, e humbi Italinë që me revolucionin e masonerisë Garibaldit, që u sponsorizua nga zionistët, dhe edhe me, domethënë sidomos me pas luftës së dytë botërore, Vatikani humbi shumë nga fuqia e tij, edhe pse amerikanët e përdorën kur kishin interes kundër komunizmit, po me rënien e komunizmit, Vatikani që është gjitha institucion, kisha katolike, e cila i ka armiq teologjik hebrejt, është dorëzuar. Shikosh për shembull sulmet që i bëhen, sidomos i bëheshin vite më herët kishës katolike në për Evropën, Itali, ku nxirreshin për iftrin, sikur ishin pedofila, papat sikur ishin pedofila, homoseksuale etj. Nuk e mohoj që ka homoseksuale dhe pedofila brenda kishës, por sulmet ishin të orkestruara nga lobi zionist, nga që ata nuk lejojnë asnjë fuqi që të ketë pushtet. Nuk e di në përpara 3 ditësh është një intervistë e Tucker Carlson me Hunter Biden, me djalin e ish presidentit amerikan Joe Biden, ku në këtë intervistë Tucker Carlson tregoi që i gjithë skandali që u bë kur Bideni ishte president, që u sulmua djali i tij që tregoi si drogaxhi shkonte me prostituta etj. Nuk e kishin bërë sikur thonë që ishte një riparues laptopësh, por e kishte bërë Mossadi izraelit. Imagjino, domethënë, ata kanë fuqi që të sulmojnë dhe shkatrojnë presidentët e Amerikës. Çfarë mund bëjmë unë edhe ti? Ne jemi thjesht individ, por hë për hë ne ende kemi mundësinë që të flasim, por sikur po duken gjasat, po shikosh për shembull çfarë bëhet në Britaninë e Madhe, ku ti po fole kundër Izraelit, të arrestojnë, të fusin në burg.
kam frikë se ndoshta kjo liria që ne kemi nuk do të zjasi shumë dhe ne do të përfundojmë të censuruar dhe shumë prej nesh do përfundojmë burgjeve për këto që flasim. Për shembull për personat që kanë ndjekur këtë protestën që nisi në Shqipëri, që quajtën protesta e flamingove. Kjo protestë nisi kundër Izraelit, kundër atë që Rama po bën me çifutët që po jep vendin. Zvërnecin po e merrti një izraelit, një Jared Kushner. Rama me qeverinë e tij do t'i japi 100.000 hektar tokë kolonëve izraelit. Dhe po shikosh kur nisën protestat në Tiranë, në ditët e para, njerëzit flisnin kundër Izraelit. Por çfarë bëri regjimi Ramës, duke përdorur policinë sekrete të antiterrorit, futi njerëzit e tij në protestë, njerëz që sulmuan edhe mikun ton të përbashkët Vladimir Kosturin, që nuk e lanë që të fliste, dhe shumë protestues të tjerë që donin të denonconin imperializmin amerikan dhe zionizmin izraelit. Dhe domethënë në Shqipëri u kanë hapur njerëzve procese penale pse kanë folur kundër Izraelit. Por unë e ti akoma gjejmë domethënë cepa të internetit, se këto që ne po flasim bashk, nuk i themi dot as në Rai Uno, as në Top Channel në Tiranë, nga që mediat e mëdha kontrollohen, por sërish ne jetojmë një farë periudhe anarkie sociale, që është shumë e mirë, edhe e cila na jep mundësinë që të tregojmë realitetin tonë, por në Shqipëri është instaluar diktaturë. Domethënë, unë jam hequr nga Universiteti i Durrësit, pse flas këto që po flas me ju tani në video. Në Shqipëri ti nuk mund ta shikosh Russia Today, nuk mund ta shikosh Sputnik, nuk mund të shikosh dot shumë media që ti i gjen në Itali dhe në Malajzi. Unë kur shkoj në Shqipëri, unë nuk, domethënë në Shqipëri ka censurë. Domethënë është bllokuar për shembull sa kanale. Po. Russia Today, Sputnik rus, ti nuk e di se çfarë bëhet në Rusi. Nga që domethënë këta po risjellin censurën, por sërish në Shqipëri edhe në Itali në një farë mënyrë. Në Itali ndoshta edhe si pasojë e influencës Kishës Katolike, Vatikanit, të majtës italiane etj, ka shumë herë më shumë liri se sa ka në Shqipëri. Po. Është njëri kjo fjale që thot ne kemi freedom of speech tani me internetin me këto gjërat, po nuk kemi freedom of reach, që nuk arrim dot që zërin ton një gjë shumë larg. Kështu që për momentin na lën me fol sepse jemi si më thënë me një kafaz të mbyllur, tamam sigur ti je tu fol të vërtetat, po je me një pyll për shkak të gjën asnjë. Por kur ne bëhemi të rrezikshëm, sikur u bëra unë në vitin 2019-20, unë atë kohë me Vladimir Kosturin, Gjergj Thanasin e të tjerë, flisja kundër diktaturës COVID-19, koronavirusit, mua më hapën proces penal, donin që të fusnin në burg. Sepse, domethënë, ne nuk kemi reach, por puna është që në momente krizash sociale, sigurisht e puna e diktaturës Covidit, shumë njerëz na gjetën nëpërmjet rrjeteve sociale. Ai Facebooku im është mbyllur e bllokuar me qindra herë. Shikosh vetëm raportet që kam unë në Facebook. 1-2 mi mbyllin profilet, mi fshin postimet. Domethënë, ne kemi freedom of speech, por ata mundohen që edhe të na izolojnë atë reachin ton, atë dorën ton apo mesazhin ton. Sepse kjo është hipokrizia e perëndimit. Perëndimi nuk është demokraci, sikur nuk ka liri mendimi, sikur na gënjyen neve në vitet 90. Megjithatë, vende si Italia, por edhe Malajzia ku jam unë, janë edhe Indonezia, dhe disa vende të tjera, janë akoma okay, por në vende sikur Gjermania, Britania e Madhe, Emiratet Arabe, ti nuk flet dot këto gjëra. Në Gjermani të fusin në burg direkt. Domethënë është një diktaturë globale që zionizmi po e shtrin avash,
Por këta kukullat e tyre, njerëz si Rama, si Merzi në Gjermani etj, kanë problem nga që populatat janë rebeluar. Njerëzit e kanë kuptuar hilen e sistemit dhe njerëzit po rezistojnë. Okej, nuk duhet majtë më shumë, Olsi, shumë faleminderit për kohën që më dedikove. Faleminderit për bisedën. Dhe inshallah kemi mundësi një fjalë nëse ti ke disponibilitet me u pa prapë herë tjera. Dëgjojmë përsëri. Okej. Faleminderit shumë. Po e mbyllim këtu. Shifemi te on the next, sikur si diçi në ingleze, shifemi te tjetra. Në serin tjetër, takohemi bisedat e tjera. Faleminderit Olsi, ciao. Mirupafshim. Okej,